Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht do të lexojmë nga Dhjata e Re, nga letra e parë e Korintasve, kapitulli 3. Nga fillimi. Letra e parë e Korintasve, kapitulli 3, nga fillimi. Dhe unë vëllezër nuk mundja t'ju flas si njerëz frymëror, por ju fola si njerëz të mishit, si foshnja në Krisht. Ju dhash qumësht për të pirë dhe nuk ju dhash ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje të asimilonit. Madje edhe tani jo, sepse jeni akoma të mishit. Në fakt sepse midis jush ka smir, grindje e përqarje, a nuk jeni të mishit? Dhe a nuk ecni sipas mënyrës së njerëzve? Sepse kur dikush thot unë jam i Palit dhe një tjetër unë jam i Apolit, a nuk jeni të mishit? Kush është pra Pali dhe kush është Apoli, veç se shërptor me anë të cilëve t'ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha gjithsecilit. Unë mbolla, Apoli u iti, por Perëndia bëri të rritën. Kështu pra asaj që mbjell, asaj që ujit nuk është gjë për Perëndia që rrit. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një, dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij. Ne pra jemi bashkëpunëtor të Perëndis, ju jeni ara e Perëndis, ndërtesa e Perëndis. Sipas hirit të Perëndis që më është dhënë si arkitekt i ditur, un kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të, por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi to. Sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Dhe në qoftë se dikush ndërton mbi këtë themel ar, argjend, gur të çmuar, dru, san, kasht, vepra secili do të shfaqet sepse dita do ta tregojë, sepse do të zbulohet me anë të zjarrit dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e ç'lloj është. Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, ai do të marrë një shpërblim. Në qoftë se vepra e tij digjet, ai do të pesojë humbje, por ai vetë do të shpëtohet sipërmes zjarrit. A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se fryma e Perëndisë banon në ju? Në qoftë se dikush e prish trupin e Perëndisë, Perëndia do ta aprish atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë. Askush të mos mashtroj vetveten, në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është i urtë në këtë kohë, le të bëhet i marr që të mund të bëhet i urtë. Sepse dituria e kësaj bote është marrëzi pranë Perëndisë, sepse është shkruar, ai i zë të urtët në dinakrinë e tyre. Dhe përsëri Zoti i njeh mendimet e të urtëve se janë të kota. Prandaj asnjë të mos ju mburret në njerëzit. Të mos mburret në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuajat. Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, gjërat e tanishme dhe gjërat e ardhshme, të gjitha gjërat janë tuajat, dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndisë. Kështu njeriu pra le të na mbajë për shërbëtor të Krishtit dhe si administrator të mistereve të Perëndisë. Amen, fjalës të Zotit. Përpara se të vazhdoj, do të doja të falenderoja Zotin që na denjsoi mua, gruan time, fëmijët tonë, në 90-ën, na vuri në kishën e Kifisias. Nëpërmjet nga një vilë në Ekali, vila e Persit, atje ishim 10 veta, aty vazhdoi kisha Kifisia dhe falenderoj Perëndin. Në 91-shin morëm me qira kishën e vjetër dhe në 91-shin mori përsipër rinin vëllai Andrea Piperi dhe falenderoj shumë Perëndin për te. Ai rriti fëmijët tonë, të rinjt. Zoti ta bekojë atë, gruan e tij Merin dhe gjithë familjen e tij dhe të shërojë dhe Panajotin. E falenderojmë Zotin për të gjitha, lavdia i përket të plotfuqishmit Perëndi. Dhe kështu të dashur vëllezër dhe motra, në 91-shin morëm me qira kishën ku ishim të vjetrën,
u futëm në të, pak veta ishim, por aty Perëndia bëri gjëra të mrekullueshme, gjëra të mëdhaja, bëri shërime. Një shërim do të them që më kujtohet tani, ishte gruaja e Jorgo Kanelit, që ishte shumë e rend me mesin dhe kishte ardhur përpara dhe dolen peshkopët, u lutëm, e lyem me vaj, kur mbaruam, mbaroi lutja, u ngrit dhe ishte e shëruar plotësisht duke dëshmuar dhe duke thënë se Zoti e shëroi. Dhe që atëhere shkon në Libi, shkon dhe vjen dhe kur s'ka patur probleme me mesin e saj. Por nuk ishte vetëm kjo, Zoti vazhdoi dhe shtonte gjithnjë në kish. Dhe kështu kisha u mbush. Dhe nuk na merrte, mbeteshin në këmbë disa. Dhe atëherë vazhduam të kërkojmë, më kujtohet, që të gjenim një kish, një ndërtesë, domethënë, që ta merrnim me qera. Por qerat atëherë në Kifisia, sikur dhe tani, sigurisht ishin shumë shtrenjtë. Dhe nuk mundnim. Kërkonim dhe nuk gjenim dot. Dhe atëherë erdhi, çfarë më kujtova tani, erdhi Jorgo Goro dhe më thot, vëlla Jorgo, nuk blejmë një copë tokë, të ndërtojmë një kish, na tha. E pash mirë. Them, ide e bukur kjo. Dhe më kujtohet vajta tek vlla Luj, sepse unë punoja shumë afër shtëpisë të tij, shkoja në këmbë në shtëpinë e tij dhe i them, vëlla, mendojmë të bëjmë kështu dhe me shifte me një habi të madhe, të bleni truall dhe të ndërtoni kish. Më tha jo, përfundimisht nuk bëhet. Shkova në zyre dhe për 5 minuta me mori telefon dhe më tha, vëlla Jorgo, u luta dhe vazhdoni. Kur ike thot, u mbush shtëpia me pranin e Zotit. Zoti tha po. Unë u habita. Dhe vura Stafin dhe Mihalin të kërkojnë të gjejnë për truallin. Dhe më kujtohet kishin gjetur 2 troje atëherë. Por ndërsa erdhen dhe më thanë, ishte atëherë një vëlla i ri, Mihali Papa Konstantino, i cili ishte pagzuar me frymë të shenjtë. U gjunjëzua, u lut, e mbushi Zoti me frymë të shenjtë dhe tha diçka tronditse për mua atëherë. Vepër të madhe do të bëj në këtë kishta dhe kjo është shenja. Do të gjendet trualli, do të ndërtohet shtëpia dhe unë do ta bekoj shumë. E dëgjuam, mbeta me gojë hapur sepse askush nuk e dinte se po kërkonim për truall. Dhe kështu mora vendimin, por gjatë rrugës them, ma çfarë thua Jorgo tani? Pyeta Stafin dhe më thot, sa bën ai truall që na pëlqeu për këtë truall? Thotë 65 milion. I them 65 milion, ku t'i gjejmë, thash. Në darku u gjunjëzova dhe u luta. Dhe më thot Zoti, jo 65, 50. Dhe i them Stafit, jo 65, 50. Ma 65 don ajo zonja që shiste. Dhe them, kështu më tha Zoti, 50. Dhe vazhdoj të diskutohet çështja. Kjo mbajti rreth 8 apo 10 muaj diskutim me shitsin. Kjo ndodhi sepse unë isha mpakur, isha lodhur, unë mendoja 65 milion, thoja, them të bëjmë një pleqësi, do të marrim një vendim të gjithë me një zë, atëherë në kishte sjellur Zoti Niko Griven, them ta vej pranë mejet,
dhe do të pyes, të vazhdoj nga Niko Griva duke e ditur se është shumë i mbledhur, do të më thotë jo dhe kështu do të mbyllet edhe çështja në pleqësinë e kishës. Me të vërtet bëjmë lutjen dhe tani dua t'ju them se kështu mendojmë të bëjmë, ju thash, dhe vazhduam nga vlla Niko. Thash të vazhdojmë. Dhe pyes, vlla Niko, çfarë thua ti për truallin? Më thot u luta dhe Zoti më tho Niko për ulu. A e them mirë është kjo. Pastaj më thot u luta përsëri. Dhe më thot Zoti përsëri Niko për ulu. A bukur them përsëri. Dhe pastaj u luta tha përsëri. Dhe më thot Zoti Niko për ulu. Mirë them. Dhe në atë moment vëllezër dhe motra të dashur ju kthyen syt, u mbush me frymë të shenjtë dhe vazhdoi goja të flas pa ditur se ç'thot. Dhe thot, përparoni, un jam përpara dhe un kam për t'ju bekuar. Pësuam të gjithë shok me këtë. Askush prej nesh nuk do të thoshte po që të blienim truallin, përveç Zotit. Dhe atë erdhëm në darkë në kish, e thash në tribun, u trondit e gjithë kisha. Dhe atëherë kur u luta dhe Zoti më tha, jo 65 milion, por 50. Ja thash Stathit, Stathi më tha, ma kërkon 65, si ti them 50? 50 më tha Zoti, i them. Dhe vazhduan diskutimin që mbajti 8 apo 10 muaj. Por kjo cili që rezultati? Që ajo zonja, si e qunin atë? Avgji. Të zbryste kirja Avgji, zonja Avgji, dhe ne mblidhnim lek. Dhe thoja për ditë, sillni lek, nëna më thoshte gjithë lek kërkon, më thoshte gruaja. E çfarë të bëjmë, themun? Sillnin vëllezërit lek, sillnin lire, sillnin ar, gjerdane ari, çfarë kishin? Para, kishte mbledhur një kosh me gjërat të arta dhe kishte futur poshtë tavolinës dhe vjen janë i vogël dhe më thot, vëlla, babai ka një thesar në shtëpi. Dhe i them, çfarë thesari? Një thesar poshtë tavolinës. Stathi, them, çfarë është? Janë ato që mbledh ti, më tha. Oh, them unë. I shitëm ato gjenat për jarit, dhe pas ju bën 10 muaj, paka shumë, zonja Avgji më thot, do të më lejoni t'ju them një fjalë muhabet të keq. Jo, thot Ana, haj për mirë, jo, i thot, derisa thot Ana s'po them. Okej, në rregull, por do ta çojmë 51 milion. Ne kishim mbledhur 50 milion. Dhe shkoj në darkë dhe lutem, sikur shkoja çdo darkë në lutje dhe them Zot, unë nuk kam besim të kërkoj 50, 1 milion do t'i vej unë. Thras Kirjanakin, shkojmë të vëllai i tij që kishte noter, kishte 51 milion Kirjanaki në xhep. Dhe ishte Skardi, arkitekt dhe inxhinier ndërtimit, dhe pyeti zonjën Avgji, që shiste truallin. I thot, keni bërë disa, keni do të të paligjshme në truallin. Dhe sa le kushtojnë ato? 500.000 lek, 500.000 drami bënin. Okej, rane 50 milion e 500.000. Dhe thot, Avgjia, gardin, kush do ta vej përpara? Unë nuk flisja. Thot, Skardit, sa kushton? I thot, 500. Nga 500 të tjera dhe kështu e uli dhe 500, do më thënë 500.000 lek, dhe u bë 50 milion sikur më tha Zoti. Dhe na thot, noteri, ku shkoni tani? Doja të ikja. Jo, thot, do të paguani noterin edhe dokumentat që të kalojnë emrin tuaj. Dhe ishte 1.350.000 lek. Dhe thot Jorgo, futi në xhep dorën dhe nxori 1 milion që kishte më tepër dhe dolen fiks 1.350.000 drami. Dhe tani hajde të mbledhim lek tani që të ndërtojmë. Vazhdova përsëri të them, sillni para.
Ana në dark, gjithë lek më thoshte kërkon. Ma çfarë të bëjmë, i them, si do ta ndërtojmë? Mbledhen disa lek dhe vazhduam dhe hodhëm betonet. Por mbaronin lekët, për çdo punë që bënim mbaronin lekët. Dhe kishim bërë kërkesë për të marrë borxh në shtet. Gjitha bankat na kishin thënë jo, dhe një që kishte mbetur ishte Eurobank. Dhe vajtëm me anën në Eurobank, tek drejtori i bankës, nxori zarfin, kërkesën që kishim bërë atje, kthehet dhe me shef, thënë Koroveshi, thënë, po thot. Jorgo Koroveshi, thënë, po më tha. Më njeh Jorgo, nuk jetë ti ai që ishe tek Pepsi Cola që më ndihmove atëherë. Ku i kisha ndihmuar unë, ku mbaja mendon? Dhe i them, do ta marrim, po thot, do ta merrni borxhin. Po në atë moment u fut sekretarja brenda dhe thot, zoti drejtor na kanë informuar se kanë vënë bombë në ndërtesë. Shof mbrapa dhe shof gjithë ndërtesa bosh, vetëm unë e Ana ishim në te. Sa po dëgjovëm këtë, u ngrita në këmbë të iku dhe më thot, ulu më thot, përpara do të firmosim, pastaj do të ikim. Dëgjoni. Dhe as nuk kuptova se çfarë firmosa, por firmosa. Dhe morëm atëherë 25 milion me garanci, futëm shtëpitë tona. Pastaj mori edhe stathi 15 milion nëse më kujtohet mirë dhe futi edhe ai shtëpinë e vet për garanci dhe vazhduam. Sa vepër e bukur ishte ajo që bëri Perëndia. Vazhduam të ndërtojmë dhe përfundimisht mbeti tavani. Tavani nuk ishte punë e kollajt. Dhe them të marrim oferta për tavanin. Dhe vi në kish, vështirësohesha të vija në kish se punoja nga mëngjesi deri në darkë atëherë. Sa erdhe në kish, ndalën një Mercedes jashtë kishës. Dhe doli një tip gangster ishte. Kështu e kuptova unë të pakten. Dhe më thot, ju kërkoni oferta, doni të ndërtoni diçka, i them tavanin. Më thot, merr ofertat dhe kur të marrësh ofertat, më të lirën do të më biesh mua dhe do të i firmosi unë 20% më pak nga më e vogla. Mora ofertat, më kishte dhënë numrin e telefonit, e marrë në telefon, erdhi, më shkruajti minus 20%. Dhe them, sa doni në fillim? Më thot, sa lek kem me vete? S'kisha unë, 300 euro kisha në atëherë. 300 euro kam, më tha, mjaftojnë më tha, jap 300 euro. Më thot, kur e doni, sa më shpejt të jetë mundur. Ditën tjetër, solli 3 brigata në Roman dhe bën këtë që nuk që shifni tani që se kemi prekur që atëherë kur u bë. 24 orë, në 24 orë ishin punuan, e shikoja dhe nuk besoja në sytë e mi. Dhe ishte fundi i dhjetorit. Na kishte thënë Zoti se me 1 janar do të bëhej martesa e Kimonas. Kimona është bariu i kishës në Belgjik. Në shtator u bë tërmeti i madh dhe për 2-3 muaj u mblidhnim në për 2-3 javë u mblodhim në për shtëpi. Dhe pastaj pasi bëm 3-4 javë në shtëpi që mblidheshim, pastaj vazhduam dhe bëm mbledhjen e parë në podrum poshtë. Sollëm karrikat e vjetra që kishim nga kisha e vjetër, me shumë frikë i nxirrnim sepse ishte bërë ndërtesa, ishte shembur nga tërmeti, ishte dëmtuar shumë. Dhe ikëm nga ndërtesa që kishte 120 veta merte, rreth 150 me karrika si që mblidheshim në te, u futëm këtu brenda 300 veta u bëm. 300 i numërova dhe them sa nga ju jeni nga stacioni që ishin shpëtuar nga stacioni radjes dhe gjysma njerëzve për 3 javë ishin shpëtuar nga dëgjimi që dëgjonin fjalën në radio. Por kishte një problem serioz atëherë, se të gjithë sa kishin hyrë brenda, ishin shumë njerëz të botës, do më thënë, me flokë të lyra, me pantallona, me thonjt, shumë botë. E shikoja kishën, harrova t'ju them, se erdhi dhe Ujsami, nuk është këtu,
Solli Mërmeret, dhurat, pak paguajtëm. Tribunën, dhurat, Papathimiopoulo i paguajti këto, gjithë të mërmere. Dhe shikoja poshtë kishin dhe thoja nuk është kisha kështu sikur diun, me njerëz të botës dhe në darkë vazhdova të lutesha një të shtunë në darkë. Dhe them diçka do të bëj o Zot. Çfarë të bëj? Dhe vjen Zoti në darkë dhe më thot, Spiro Malea. Spiro sapo ishte shpëtuar atëherë. Të dielën vi në kish, zgjohem dhe i them Anës, Zoti më tha Spiro Malea, më thot nuk je mirë, do ta hanë të gjallë atë. Ishin fëmijë të vegjël të rinë, shumë të egër ishin. Dëgjonin muzikë rock jashtë dhe këtu ndin kokën. Jashtë nuk ishte një tokë, një vend, dhe kishte një buldazier. Ajo buldazieri ditën ishte e verë dhe në darkë ishin bërë të kuqe, vajtën dhe lyen domethënë. Jashtë ishte një motor shumë i bukur dhe them i ku është ky motorciklet dhe më than emrin. E tharas dhe i them ku e gjete këtë motor? Më tha e vodhe dhe solle këtu në kish, i thash. Po, them unë, çfarë na gjeti? Tani çfarë do të bëjmë? Dhe atëherë ishte kur më tha Zoti Spiro Malea. Ja thash Anës, Valentinit dhe më tha nuk je mirë baba, do ta han atë valla. Ishte shumë i ri në besim atëherë Spiro. Dhe të dielën, sikur zbrita poshtë në podrum që mblidheshim, shoh Spiron dhe i them Spiro, të kam përgatitur një vend. Domethënë më tha, do të marrësh në rinin e mesme, thot, përsipër, ti je përgjegjësi. Dhe më tha, ma unë vëlla më tha, po ti them. Po zemra ime po dridhej, por ja thash. S'mund mos ja thoja. Dhe pas pak vjen dhe më thot, a të them diçka vëlla? Spiro, i them, më thuaj. Më thot, Zoti më tha mbrëm në darkë se Koroveshi ka për të kërkuar diçka dhe do ta pranosh. U qetësova për këtë. Të dielën tjetër, kërkoj të gjej Spiron dhe rinin e mesme atëherë, kishim 3 klasa për rinin atëherë. Rinia madhe ishte Andrea dhe të mesit e mori Spiro. Kërkoj të dielën të gjej rinin e mesme, s'ishte askush këtu. Morë ku është Spiro, askush nuk më thoshte. Pas pak më thanë se ka dalur me fëmijët të luajë basketbol. Basketbol, them unë. Dielën tjetër të njëjtën gjë. Morë ku është Spiro. Përsëri më thanë ka vajtur për basketbol apo për futboll, nuk më kujtohet fiks. Për pak ditë ishin të gjithë ato fëmijët të rinisë së mesme, ishin rilindur, vinin përpara, pagzoheshin me frymë të shenjtë dhe u bën një kish e re. Ikën pantallonat, ikën flokët e lyera, ikën thonjt e lyer, të gjitha, dhe u bëri Zoti një kish të re. Por nuk mjaftonin bankat. Erdhi Kosta Kutraqi dhe bëri këto bankat që kemi sot. Dhe atje poshtë në podrum ku ishim, kishim të vjetrat, ndenjëset e vjetra që kishim në kishën përpara këtu, dhe erdhi vëlla Andoni dhe bleu karrike, tani që kemi këtu në Kinë, bashkëpunonte të therë me kinezët, Andoni Kalemqeridhi. Bleu karriket dhe na i bëri dhurat. Zoti ta bekoj. Dhe nga që ishin pak, bërë dhe porosi të dytë edhe atë dhurat nga Kina. Dhe kështu u bën Katoj ashtu sikur se është sot me hirin e Krishtit. Katoj ose i podrumi poshtë. Por gjërat nuk shkonin edhe kaq mirë, sepse kishim një komshi këtu pranë. Një komshi i cili ishte, çfarë t'ju them, zjarr ishte. Nuk e di a mbani mend ju të vjetrit, dhe nga që shkonin të rinjt në tarac dhe këndonin imne dhe lavderonin Perëndin dhe luteshin, ai therriste policin dhe se nuk e linin të flinte.
Dhe unë atëhere mendova dhe vura rreth e qark soletës një plastike si mur të bllokonte pak zërin. Sa e pakët mori policinë ndërtimore. Vjen policia ndërtimore, thot ç'është kjo që keni bërë atje lart, zoti Korveshi? Them të mos nga që shqetësojnë me zërin e njerëzve të komshin. Dhe më thot, grua, është e paligjshme, më thot kjo që keni bërë. Thot do ta hiqni dhe do të paguani për mirëmbajtjen. Tani për mirëmbajtjen ishte lart. Ku ti paguanim gjithë ato lek? Kishim edhe borxhet në shtet për paguajt në bankat. Dhe them, a mund të na shtyhet për një muaj a 2 muaj? Më thot po, thot. Po, për 2 muaj doli ligji për ta ligjëruar taracat lart. Dhe ne kishim vendim nga policia ndërtimore se kishin ndërtuar këto muret anash. Dhe sapo dëgjova këtë, e mbyllëm lart me qati dhe u bë kati 3 atje sipër. Dhe gjithçka kati 3 lart. Pastaj kishim probleme me komshin, me parkingun. Parkonim dhe policia për ditë këto. Sa gjobat kam paguajtur dhe erdhi vëllai nga Aleksandrupoli që ishte i policisë rrugore dhe më thot vëlla, kjo rrugë këtu mund të bëhet rrugë teke, pra në një kalim, sepse është e përshtatshme që të jetë për një drejtim. Dhe për këtë arsye mund të parkoni edhe majtas edhe djathtas. Po çfarë gëzimit unë? Therras rrulen, avokatën dhe i them rrula. Shko në bashki dhe thuaj se këto është kish, ashtu sikur kalojnë makinat do të kemi ndonjë aksident. Erdhi bashkia, e pa dhe thot po keni të drejtë. Dhe nxori një urdhër që kjo rrugë të jetë me një kalim, vetëm dalje. Dhe vazhdojmë që atëherë të parkojmë majtas dhe djathtas. Dhe aty ku s'gjendim vend për parking, tani kishim parking me bollek. Të jetë mirë kjo komshia. Gjithçka që bëri, Zoti e bënte për bekim, ma gjithçka që bënte. Dhe bëre edhe të tjera shumë, por nejse ma. E falenderojmë Perëndin për të gjitha. Sepse Perëndia bëri me të vërtet gjëra të mëdhaja. Lavdi emrit të Zotit ton. Tani do të mund të thoja shumë akoma, por do të them, sepse sido që të jetë, u largova nga kujtimet e mia, kujtimet e bukura ishin, kujtime shumë të bukura, si veproi Zoti, në mënyrë të mrekullueshme. Pastaj erdhi koronajo, Covidi do më thënë, nuk na linin të hyjmë brenda, i shkonte makinat jashtë dhe thirrte policinë. E dini sa janë brenda? 20 makina janë nga jashtë, thot. Vinte policia, ne vraponim dhe fshiheshim lart në katin e 3. Futej policia bosh dhe ishin 10 apo 15 veta. Dhe thot shumë mirë jeni, thot policia. E mirë, thoshte, policia ikte. Dhe për aq sa më kujtohet, dilja këtu dhe predikoja dhe poshtë në sallë ishte vetëm Ana. Po sa e tmerrshme ishte kjo. Kisha bosh dhe predikoja fjalën e Zotit. Por Zoti na mëshiroi, mbaroi edhe Covidi dhe Zoti vazhdoi ta shtoi kishën. Dhe ta shtoi shumë. Kaq sa nuk e fantazonim dot. E shikonim dhe se besonim. Si bëri Perëndia të gjitha këto. Do të doja
të flasim tani për fjalën e Zotit. Kisha shumë për të thënë, por një të jetën në muaj flas, dhe tani të jetën tjetër do të flasin do të lexoj tani nga paragrafi 9 i kapitullit 2. Por sikur se është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë, dhe veshi nuk i ka dëgjuar, dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Këto i përgatiti Perëndia për ata që e duan. Dhe Zoti thot, kush ka urdhrat e mi dhe i zbaton, ai është që më don. Dhe atë do të doj ati im, dhe ati do t'i shfaqi veten time, fjalën e Perëndisë. Dhe vazhdon, kush ka fjalën e Perëndisë dhe e zbaton atë, ai është që më don mua. Tek ai do të vi ati im, dhe në të do të banojmë ati im dhe unë me te. Po sa gëzohesha kur e lexoja këtë, ashtu sikur se thot më poshtë, sepse Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës të tij, sepse fryma heton çdo gjë dhe të thellat e Perëndisë. Dhe kështu pra, ato që ne flasim, kushdo që ngjitet këtu në tribun, nuk janë me fjalë të mësuara prej njeriut, por janë të drejtuara nga fryma e shenjtë, duke i shpjeguar vetëm njerëzve të frymëror gjërat frymërore. Sepse njeriu fizik nuk mund t'i kuptojë gjërat e frymës. Sepse në mënyrë frymërore kuptohen. Por njeriu frymëror i kupton të gjitha dhe atë askush nuk mund ta kuptojë. Sepse kush mund të njohë mendjen e Zotit në mënyrë që të mësojë njeriu frymëror? Por ne kemi mendjen e Krishtit dhe jemi të mësuar nga fryma e shenjtë. Shpejt duke u kthyer pastaj apostulli Paul shikimin e tij drejt Korintasve, vazhdon dhe u zbulon se unë nuk mund t'i flisja ju si frymëror, por vetëm si të mishit, si foshnja në Krisht. Ashtu sikur se thot dhe shkrimi se ju dhash qumësht për të pirë dhe kush pin qumësht është i pa provoj në fjalën e drejtësisë. Sipas traditës tuaj, janë gjymtyrët tuaja të stërvitura, sepse mund të kuptojnë nëpërmjet frymës të shenjtë të mirën dhe të keqen. Kështu pra duke u drejtuar Korintasve, thotë se ju jeni foshnja dhe nuk mund të ushqeheni me ushqim të fortë, vetëm me qumësht. Dhe pse jeni foshnja, dhe kjo është një pyetje shumë e bukur për të kuptuar nëse jam si foshnje apo jam në gjendje që të ha ushqim të fortë. Burr besimi pra dhe forcët. Ç'thot fjala e Perëndisë? Ju nga që jeni të mishët nuk mund t'i pranoni këto. Jeni të mishët sepse në mes t'jush, shikoni, ka smir, ka herezi dhe ka ndarje. Çka zemra jonë në te? Mos vallë brenda saj ka smir, mos ka grindje. Atëherë dhe vetëm unë, duke dalluar dhe duke kontrolluar veten time, mund të kuptoj nëse jam mishor apo frymëror. Dhe nëse jam frymëror, atëherë mundet Perëndia të më shpjegoj fjalën e Perëndisë, nga që jam frymëror dhe ta kuptoj. Por nëse jam mishor, çfarëdo që të më thot fjala e Perëndisë, çfarëdo që të lexoj, sado që të lexoj, sado që të studioj, ashtu sikur se thot fjala e Perëndisë, këto studio
Dhe përparimi juaj do të jetë i dukshëm përpara të gjithë njerëzve, sado që të studioj, përparim nuk do të kem. Përse? Sepse kam smir, kam grindje dhe ndarje. Dhe vërtetimi është ky. Se në qoftë se dikush për jush thot unë jam i Palit, ose unë jam i Apolit tjetri, a nuk jeni të mishit? Ju a jeni të Palit apo të Krishtit? Të Apolit apo të Krishtit? Dhe vjen tani të na shpjegoj apostulli Pal se Pali dhe Apoli nuk janë tjetër përveç se shërbëtor, të cilët me anë të cilëve ju, me anë të Palit dhe të Apolit, ju Korintasit besuat në Krishtin. Por, unë mbolla, Apoli ujiti, por Perëndia bëri të rritën. Çfarë do të thotë unë mbolla? Që të mbjell dikush, duhet që të punoj, të mos jetë tokë e fortë, ta punojë mirë, ta rrafshoj, që të bëhet drejt, por do të jetë edhe tokë e mirë për ta plehruar, ndryshe, mbjell kot. S'do të ketë rezultat, nëse nuk heq gurë, nëse nuk heq barishtet e këqia, që tokë e fort, duhet ta punosh, ta pastrosh, ta plehrosh, kështu bënte edhe baba im, dhe unë kur isha i vogël e shikoja. Dhe pastaj të mbjellesh, por pastaj vjen koha për të ujitur. Dhe vaditja nuk është e lehtë, vaditja nuk është që të spërkatësh thjesht, gjithashtu vaditja nuk është edhe ta përmbytesh, por vaditja do të bëhet sikur duhet. Të hyjë ujë në aty ku është mbjellur toka dhe të vazhdoj të rritet farat, ta vadisë sikur duhet, pastaj ta ndalosh dhe pastaj ta çosh në vijën tjetër. Nuk është e thjesht as të mbjellësh, as të vadisësh, por duhet të bën në mënyrë të saktë. Dhe nëse se bëhet, edhe njeriu frymëror mund ta bëjë këtë. Njeriu mishor nuk mundet. Sa do që të mundohet, njeriu mishor as nuk mund të mbjell dhe as nuk mund të ujit. Unë mbolla, Apoli ujiti, por nuk ka rëndësi as se kush mbolli dhe as se kush vaditi. Rëndësi ka se kush e rriti. Kush rriti jetën tënde, fëmijët e tu, niprit mbesat e tu, kush? Kush i rrit? Kush bekon? Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra, dhe të na ndihmoj. Edhe të mbjellim, edhe të vadisim, edhe të rris Perëndia mbjelljen tonë. Mundin e duarve tona. Amen, vëllezër dhe motra. Sa rëndësishme është të shofësh, të shtoj dhe të rris Zoti atë që ke mbjellur ti. Të rrit Zoti atë që ke ujitur ti. Dhe kështu pra vjen Pali të shpjegoj. As ai që mbjell dhe as ai që ujit është një diçka e veçantë. Pavarësisht se do të mbjellesh në mënyrë të saktë dhe të ujisish sikur duhet. Por nuk është ndonjë gjë e veçantë, është njerëz janë. Që besojnë të njëjtat gjëra me ne. Atëherë pra do të jenë frymëror, të mos kenë grindje, përçarje, smir në zemrat e tyre, dhe atëherë vepra jote do të jap mbarësi Perëndia. Edhe në jetën tënde personale, edhe në jetën tënde familjare, edhe në jetën tënde në kishë. Përse? Sepse gjithë secili prej nesh është i Perëndis, bashkëpunëtor i Perëndis. Por në ndërtimin e Perëndis që është kisha. Do të thënë, kush ndërton në shtëpinë e Perëndis është bashkëpunëtor i Perëndis, por do të jetë edhe shumë i kujdesshëm. Unë
Si arkitekt I mençur, thot apostulli Paul, kam vënë përpara jush një themel, një shkëmb. Ajo që ka rëndësi është se ku ndërton, në shkëmb apo në rër. Sepse nëse ndërton në shkëmb, do të vinë përmbytjet, do të vinë përrojnët, do të vinë errat, por ndërtimi do të jetë I qëndrueshëm dhe I patundshëm. Por nëse ke ndërtuar mbi rër, do të vinë lumenjt, përmbytjet, shirat, errat dhe shtëpia jote do të bjerë. Edhe në qoftë se është shumë e bukur shtëpia që ke ndërtuar, por e vën mbi rër. Por nuk mjafton vetëm kjo, nuk është se ku vetëm, por edhe se si ndërton, materialet që përdorim. Njeriu frymëror përdor ar, argjend dhe gur të çmuar. Ar që është fjala e Perëndis, argjend që është fryma e shenjtë dhe gur të çmuar që janë dhuntit e frymës të shenjtë. Në këto ndërton njeriu frymëror. Sepse vepra e gjithë secilit, nëse është mishore apo frymërore, do të provohet me zjarr. Patjetër që do të vijë zjarri për të provuar veprën tënde. Por në qoftë se vepra jote qëndron, atëherë do të hish në mënyrë të pasur nëpërmjet dyerve në mbretërinë e qiejvet. Por nëse vepra jote do të digjet, ti do të shpëtohesh nga që ke mbjellur mbi shkëmb, ke ndërtuar mbi shkëmb, ti do të shpëtohesh si nëpërmjet zjarrit. Perëndia të na ruaj dhe të kuptojmë se ne jemi tempull I frymës të shenjtë, sepse fryma e Perëndis banon në ne. Ky është njeriu frymëror. Fryma e Perëndis banon në ty dhe fryma e Perëndis na drejton në gjithë të vërtetën dhe na zbulon të ardhmen. Në gjithë të vërtetën dhe na zbulon të ardhmen dhe falenderojmë Perëndin për frymën e shenjtë. Duke e përmbushur për sot të paktën, askush të mos e mashtroj veten e tij. Nëse ndokush në mes jush mendon se është I ditur, le të bëhet si I marr. I mençur është ai që thotë se unë I di të gjitha, s'kam nevojë për askënd, të gjitha I di. Kurse njeriu që thotë se është I marr, unë s'di asgjë, thotë, ma ndriço mendjen në Zot. Sepse fjala e Perëndis thotë, të I marri I Perëndis është më I mençuri I njerëzve të mençur, nga të gjithë të mençurit, Për këtë arsye, mirë është të mos thot askush prej nesh se jam I mençur, por të themi se jam I marr në mënyrë që të jem më I mençuri I të mençurve të kësaj bote. Përse? Sepse fjala e Perëndis thot se Perëndia I zën të diturit në dinakërinë e tyre. Njeriu I mençur përdor dinakërinë që t'ja dalë qëllimit të vet. Dhe Zoti njeh mendimet e njerëzve të mençur se janë të kota. Pra askërkush të mos thoj, vëllezër dhe motra, kurr se unë jam I mençur. Kurr të mos thoj. Unë di, s'kam nevojë për askënd. Jam I pasur, s'kam nevojë për askënd. Dhe Zoti I thot, je I pa vlerë dhe I pa forcë. Askush të mos thoj se di, e vërteta është se nuk dim asgjë. Për këtë arsye Zot na ndriçon mendjen dhe ç'thot fjala e Perëndis. Njeriu ka frymë, por vetëm frymëzimi I të plotfuqishmit e ndriçon atë. Vetëm frymëzimi I të plotfuqishmit ka logjik, ka dituri, ka zgjuarsi njerëzore, por vetëm frymëzimi I të plotfuqishmit e ndriçon atë. Dhe vjen Perëndia dhe thot se unë, ty, që thua si je I marr, ty kam për të ndriçuar mendjen. Dhe thot Krishti, unë do të mësoj udhën që duhet të ecësh. Dhe thot ngushëlluesi, frymat e shenjtë, unë kam për të
këshilluar, kam për të drejtuar në gjithë të vërtetën dhe kam për të zbuluar të ardhmen. Kjo është dituria e Perëndis. Frymëzimi, mësimi i Krishtit dhe këshillë e frymës të shenjtë. Kështu pra, asnjë njeri të mos mburret për veten e tij, përpara të tjerëve, sepse qoftë Pali, qoftë Apoli, qoftë Kefa, apostujt e mëdhoj, Pjetri, por akoma as bota, as jeta, as vdekja, as të tanishmet dhe as të ardhmet, të gjitha janë të tuajat. I dëgjoni vëllezër dhe motra. Të gjitha janë të tuajat. Të gjitha të dhuruara nga Perëndia për ju, sikur se sipas hirit jemi të shpëtuar nëpërmjet besimit dhe kjo është dhuratë e Perëndis. Se jemi sot këtu në Kish është dhuratë e Perëndis. E falenderojmë Zotin. Ndryshe e dini se ku do të ishim? Kush e di ku do të ishim? Përse erdhem sot në Kish, unë, gruaja ime, fëmijët e mi, në çfarë kishet që shkojnë, është dhuratë e Perëndis. Atëherë pra, të gjitha janë tonat, ne nuk i përkasim as Palit, as Kefës, as Apolit, as një lloj njerëzit, qoftë i madh apo i rëndësishëm, por ne i përkasim vetëm Krishtit. Dhe më rëndësishmja është se Krishti i përket Perëndis. Atëherë pra, gjithçka në të gjitha në jetën tonë është i plotfuqishëm i Perëndi Ati jon. Zotit ju bekoj vëllezër dhe motra, e falenderojmë Perëndin për gjithçka. Edhe për rastin që më dha tani të flas pak për krijimin e kishës së Kifisias, ashtu sikur është sot. Më kujtohet gjithashtu se askush nga ana ekonomike nuk na ndihmoi atëherë, përveç një që do ta them, Jorgo Maxorani, i cili na dha 2 milion. Zotit ta bekoj dhe gjithmonë e falenderoj Perëndin dhe lutem për te. Zotit ju bekoj. Çfarëdo që të bëjmë, le të përparojë në jetën tonë Perëndia.